Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje si të veproni me anën e re në ujor. Nëse ju filloni të punoni me hënat, pra me fazat e hënës, ju jeni duke ecur me ritmin e jetës, për të cilën është krijuar nga plotfuqia hyjnore. Që të gjithë ne jemi qenie hyjnore, ne jemi krijesa të krijesës, dhe çdo gjë që ekziston në këtë univers të bollshëm, ju, unë dhe gjithçka që shikoni në qiell dhe në tokë, është e krijuar dhe është një bekim që ne jetojmë në këtë tokë, jeta tash për tash është në tokën mam dhe le të kujdesemi për të. Dhe kjo hënë e re, e cila është dhe me numrin 11 dhe është një energji pra e fuqishme, sepse ajo që do të tregoj do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë është që ujori, pra është i shkatët, është shenja e parë në lidhje me energjinë. Dhe ajo që ka të bëjë me shkatësinë është që në qoftë se ju dhe kushdo jeni të bllokuar nga një person ose dhe nga diçka, atëre ju ndihmojeni dhe në këtë rast jeni ju që do të merrni një zgjidhje. Pra zgjidhja është o do të vuani o do të ecni të merrni pra zgjidhjen në rrugën e dur me idenë dhe atë që ju dëshironi dhe shpresoni. Mësoni që ujori është parashikues dhe në këtë rast ju ndihmon ju për atë që ju pret. Mësoni që ujorët janë që qeverisin pra teknologjinë dhe kjo është një mrekulli që inteligjenca artificiale drejtohet nga plotfuqia hyjnore dhe në këtë rast është ne nuk po rrim më në zonën e pra terapisë, të asaj që ti marrim gjërat si bënin të tjerët, përkundrazi, ne kur bëjmë pyetje, ne marrim dhe përgjigje, dhe sigurisht që jo vetëm që të grumbulloni, pra vetëdije kozmike, por edhe të veproni, pra çdo gjë ka lidhje. Ndërkohë është që janë pragmatist dhe për progresin, nëse pyetja është, nëse ju keni ngecur, atëre veprimi është bëni i shkatët, pranoni përse keni ngecur dhe bëni ndryshimet. Mësoni që energjia e ujorit është që kanë fuqi dhe ata nuk pengohen nga normat e shoqërisë. Tjetër është që ju do të shkëputeni, që do të thotë që të gjithë ne që kemi blokada dhe që na shqetësojnë dhe që na pengojnë dhe që na sjellin konflikte dhe që nuk na shërbejnë, ne do t'i lëmë të shkojë. Sigurisht ujori ju ndihmon që të edhe pse shënim, edhe pse është mbarti si ujit, sepse është një ujorit, pra mbartë si ujit, mund të ndjehet, pra mund të kemi marrëmendje në kuptimin që kemi turbullira me atë që ndjeni dhe me mendjen tuaj, por të kuptoni që ujorët janë me të vërtetë progresiv, janë pragmatik, pra janë praktik, pra vazhdojnë të ecin përpara dhe ajo që mund të ndjehet marrëmendja juaj është sepse është shenja e elementit të ajrit. Dhe në këtë rast e meta e ujorit, por që të gjithë ne e njohim, është që nuk ndjen, pra përdor nga ndonjëherë dhe logjikën, por në momentin pra përdoret, por në momentin që ne lidhemi, pra vazhdojmë, pra jemi për të lënë çdo gjë që nuk na shërben, ne rritemi në energji dhe ne ecim me rrjedhën e jetës së ndryshimeve në frekuencë, pra ne nuk rrimë në rolin viktim, por edhe në dritshmërinë tonë, pra lidhja në harmoni të dy energjive. Ky është ekuilibri i pastër i gjithçkaje dhe këtë do të arrim ne, sidomos ju që jeni dhe keni planuar ndryshimi, pra ndjeni që jeni ndryshe nga çfarë jetohet akoma, sepse jemi në tranzicion midis botës vjetër dhe botës së re. Tjetër është që të gjithë jeni vetvetja dhe jemi të ftuar që të gjithë të lidhemi me veten tonë dhe të njohim veten tonë dhe ajo që ju ndihmon pra energjia e ujorit është që është shenja më pak shqetësuese në lidhje me
pra në lidhje me sistemin, qoftë qeveritar, qoftë organizata, pra konventat, nuk është shenja më pak e shqetësuese në lidhje me normat apo çfarëdo lloj që ne jetojmë në këtë jetë. Ndërkohë ju e dini që jeni vetvetja është sa e kaluam 14 shkurtin që ishte edhe dita e Valentinit dhe kjo ditë tregon për të gjithë ne është që njerëzit bien në dashuri dhe është një ditë për të cilën njerëzit bien në dashuri me atë që rezervojnë me veten e tyre. Pra me vërtetën dashuria është vërtetësia si ju jeni me veten tuaj. Ndërkohë është jeni të vëmendshëm, ujorët janë me të vërtetë që udhëheqin pra qeverisin teknologjinë, progresin dhe që të gjithë jeni të ftuar pra të bëni nëse jeni të bllokuar, të bëni ndryshime dhe të njihni dhe të bëni ndryshime me atë çfarë ju bllokon. Mësoni që është një shenjë bamirëse dhe në këtë rast nëse e ndjeni që duhet të bëni pra të jepni diçka bamirësi, fillojeni, pra sido që të jeni, që të gjithë jeni unik, me atë që ju keni mundësi dhe mbi të gjitha është që ujori është inovator dhe kërkon të përmirësimin e racës sonë njerëzore me qëllim që të lidhemi me vlerën tonë, me dashurinë tonë, të hapim zemrën dhe kjo është që na bën ne, pra jo vetëm që të njohim botën nga ana e jashtme, por edhe në lidhje me brendësin tonë, me qëllim që të bëhet pjesë e jetës tonë, se kur ne arrim të duam veten, kur ne arrim të lidhemi dhe të rikthejmë energjinë, ne jemi në gjendje që të krijojmë jetën ashtu si ne kemi vlerë dhe këtë ta pasqyrojmë përreth dhe kudo dhe në të gjithë planetin tonë. Ndërkohë është dhe shenja që ju tregon jeni të lidhur pra me komunitetin tuaj, është shenjë që nuk është individuale, por është shoqërore dhe sidomos për klasën e paprivilegjuar dhe moto ai thjesht liri, barazi, vllazëri, jeto dhe le të jetojmë dhe që të gjithë ju jeni të ftuar që duke u lidhur me veten tuaj ju nuk jeni vetëm, ju shpirti ju drejton dhe ju lidh me komunitetin për të cilën ju rezervoni, pra me miqt, me njerëzit rrethin tuaj social për të cilën ju ngreni energjinë dhe ju rezervoni, pra me një fjalë me komunitetin tuaj. Është tjetër ka të bëj pra këto ishin shenja në lidhje me energjinë e ujorit. Pjesë tjetër është shenja në lidhje me zonën. Zona ka të bëj që të gjithë ne do t'i kalojmë, ju i keni ide në astrologjisë, pra janë 12 në astrologjinë perëndimore, janë 12 hëna, ndërsa në astrologjinë të kohës mrekullisë janë 13 hëna dhe hëna 13 është për të gjithë ju që jeni pioner dhe që e ndjeni dhe që jeni fanatik në sën, pra ju jeni hën, ju dëshironi, ju e ndjeni që ju vjen nga brendësia për të ndihmuar në evoluimin e qenies njerëzore, do të thotë që ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, ju lidheni dhe me anën e 13 dhe ndoshta viti që kaloi ju keni hequr lëkurën e gjarprit, sepse kur gjarpri që të rilindi heq lëkurën, pra dhe ju që të rilindi e keni hequr këtë lëkurë dhe në këtë rast janë 13 hëna. Gjithsesi le të flasim në lidhje me 12 hënat që të gjithë ne do t'i kalojmë dhe qofse ju jeni fanatik të kuptoni që ka të bëj me zonën, pra është numri 11, ka të bëj me zonën e miqësisë, pra miqësi tuaj, rrjetet sociale, ka të bëj me shpresën, ka të bëj me dëshirat tona, realizimin, pra me lidhje me manifestimin për atë që ne dëshirojmë dhe ndërrojmë dhe çfarë të prisni, sigurisht që do të realizojnë ëndrat tuaja, do të realizojnë dëshirat tuaja dhe do të lidheni me miqësi të mrekullueshme. Po kështu që të gjithë dëshironi ëndrat dhe dëshirat tuaja për atë që ju keni vlerë dhe jeni në lidhje me vizualizimin, me imagjinimin tuaj, është që ju imagjinoni që
këto, pra dëshirat tuaj, ëndrat tuaj janë të realizuar, i bëni fakt, janë të realizuar, ashtu sikur se dhe miqësia juaj është duke u lullzuar, pra i dërgoni energjinë në univers që çdo gjë që ju dëshironi tashme keni të realizuar, edhe në qoftë se ju nuk i shikoni me sytë tuaj atë rezultatin, por të vazhdoni hapasapi. Tjetër, ajo që ju kujton energjia e ujorit është se askush nga ne nuk është ishull. Dhe ju e dini që ishulli është i rrethuar me ujin, pra është në vend tokë që është i rrethuar nga uji, por askush nga ne nuk është pra ishull, dhe do të thotë që askush nga ne nuk është vetëm, sido që të ndjeni, dhe pse ndjeni ndryshimin në krahasim me botën për të cilën e jetojmë në dimensionin e tretë, pra në dimensionin e energjive të ulta, pra me impulset e egos, ju e kuptoni tani që kur ju jeni rritur dhe ndjeni që jeni maftueshëm të lidhur me shpirtin tuaj, ju e ndjeni që doni të ndihmoni dhe sigurisht me dashurinë pa kushte, me atë që e bën se e ndjen për të ndihmuar qenien njerëzore, ju lidheni me njerëz të mrekullueshëm. Dhe një nga këto mënyra kur ju lidheni me veten tuaj, me paqen e brendshme, është fytyra juaj buzëqesh. Dhe buzëqeshja juaj kur ju dilni edhe me njerëz që nuk i njihni, ju është ajo që i kuptoni që njerëzit janë të mrekullueshëm, por ata nuk e dinë që ka dhe një jetë më të mirë. Megjithatë, jehona juaj kjo është, ne ndihmojmë në evaluimin e qenies njerëzore për të krijuar bukurinë e jetës, sepse shpirti na mësoi ne që ne jemi ne ndihmojmë, ne vazhdojmë me eksperiencën e jetës tonë, krijojmë përvojën tonë, eksperiencën e jetës tonë, dhe ne do të lidhemi me shpirtin erdhëm, me shpirtin do të shkojmë, sepse është magjia e pastër e jetës, është lindje, jeta shkon dorë më dorë, lindje, vdekje, dhe ju e dini që të gjithë këta, por tani me një ekuilibër, me pastërtinë e mësimit të vërtet, ashtu si krijesa e ka krijuar bukurinë e jetës, sepse Zoti është i të gjithëve, pa dallim feje, kulture, vendi, apo sistemi, apo çfarë do lloj, Zoti nuk njeh as fjalën, Zoti nuk e njeh që ju, unë jemi, kur bëjmë mëkate, shkojmë në hell. Nuk e njeh këtë, këto janë gënjeshtra, ndoshta për të mbajtur akoma njerëzit në sundim, në kontroll, dhe që është baza e frikës në pafuqi, ndërsa ju që jeni këtu, po ja u tregoj, askush nga ne nuk do shkoj në hell. Që të gjithë që mund të bëjmë veprime që nuk kërkojmë të ndryshojmë, pra kemi në kuptimin që të ecim me rrjedhën, është e drejta e çdo kujt, dhe do ta gjej vetë, o do të jetoj me dhimbje, ose do të jetoj pra me rrjedhën e jetës, ndryshimeve kozmike, ashtu si krijesa na ka krijuar. Pra kjo është që nuk është se Zoti na çon në hell. Zoti na ka krijuar ne dhe ne jemi fëmijët e tij, jemi krijesa. Prandaj hiqini këto gjëra, çdo gjë që i flitet për magjinë e zezë ka të bëjë me atë që jemi në pafuqi, sepse kështu kam qenë dhe unë. Por tani e kuptoj, nuk ka fare të bëjë me magjinë e zezë. Magjia e zezë është pafuqia, dhe kjo është jehona që është krijuar me mijëra vite nga ngjashmëria, nga energjia maskullore. Tani, pra me peshqisa tani, duke u lidhur me këtë energji të ujorit, që udhiqet nga Zoti, ju jeni me të vërtet të lidhur me njerëzit. Tjetër është, mesazhi në nësën janë dy, duke qenë se ka të bëjë në njërin anë me shpresën tonë, me dëshirat tona, atëre është që të kërkoni dhe jini të vëmendshëm, sepse kjo energji, e ujorit, kalon në grafikun tonë, sepse ne jetojmë dhe në këtë rast bëhet fjalë që të gjithë të kuptoni që keni shans për të realizuar ëndrat tuaja. Pra kush është shpresa juaj, kush është ajo që dëshironi ju, sido që të jeni, e keni këtë shans, pra hidhni farën, çfarë kërkoni në jetë, dhe ju ndihmojeni, pra jini të hapur në univers. Dhe shenja e dytë, pra ka të bëjë me atë që
jeni të lidhur, ne nuk jemi vetëm, pra si që të regua, askush nuk është i shoh, pra ne kemi misin tonë, ne kemi rrethin social, ne kemi edhe grupet tona, dhe në këtë rast të pyesni veten, si ndjeheni në atë misin tuaj, si ndjeheni në rrethin social apo në grupet tuaja, a ndjeni që jeni të përshtatur, a ndjeni që jeni të sigur, dhe në qoftë se jo, çfarë mund të bëni, ashtu sikurse edhe për një pjesë që keni pranuar pra ndryshimet, është që ju keni mundësi, shanse të reja të lidheni me njerëzit e mrekullueshëm, me atë që shpirti ju drejton të lidheni me miqtë tuaj, që ju bëjnë të ngrini, të rriteni në energji, pra e keni këtë shans të lidheni me njerëzit për të cilën ju rezoloni. Si të veproni është para se të filloni të meditoni, sepse është higjiena e shpirtit, meditimet janë nga më të ndryshme që të gjithë të përdorni këtë mantër. Njerëzit miqësor takohen gjithmonë dhe t'jeni të sigurt që kur ju arrini në veten tuaj, ju takojni me njerëz për të cilën rezononi. Pse? Sepse ju e ndjeni energjinë e tyre, e keni këtë telepati, sepse që të gjithë e kemi ne në momentin që lidhemi me shpirtin ton, pra vazhdojmë me ndryshimet dhe ku na drejton shpirti, ju i kuptoni dhe ju ndesheni me njerëzit. E vërtet. Pra, gjithmonë do të takojni. Kjo është që njerëzit miqësor gjithmonë takohen. Ndërkohë është që të gjithë çfarë pra të bëni, është që ne jemi të lidhur me miqësit tona dhe në këtë rast që të gjithë me miqtë e ri, ju mund të njeni me miqtë e miqve të rinj, ashtu sikurse ju mund të tregoni të lidhni me miqtë tuaj edhe për shembull shoqërinë e fëmijërisë tuaj. Ndërkohë ju mund të falenderoni, po të falenderoni miqtë për të cilën janë gjendur në kohë të mira dhe në kohë të vështira, dhe ndërkohë edhe në se ndesheni pra gjatë rrugës me njerëz që nuk i njihni, po që ndesheni shpesh, sigurisht që ju të komunikoni në kuptimin e përshëndetjes, apo dhe mund të lidheni, kjo ndodh me mua, unë jam lidhur sepse tash që njerëzit e mrekullueshëm gjithmonë takohen, pavarësisht se mund të jenë edhe me pra të një anshëm me energjinë e mendjes, por përsëri ne jemi njerëz të mrekullueshëm. Ne kemi familjen tonë. Diana për shembull është ndryshe nga pjesa dërmuese e motrave e vëllezërve, por unë i kam ata të mrekullueshëm, ata e din kush jam unë dhe kjo energjia ime, po si pioner i vendosjes shkëputjes nga karma e vjetër, kam krijuar që brezat e rinj, këta fëmijë, këta mrekulli që po lindin mbas këtij sidomos këtij shekulli, por sidomos 10 vjeçarin, është që janë energjit, janë fëmijët e universit, dhe unë kam vënë këtë bllokat. Sigurisht, edhe unë mund të ndihmoj, ndihmojeni, njerëzit e mi ndihmohen, por askujt nuk i preket liria, pra gjithsesi është një energji që ndikon. Mësoni që gjatë këtij muaji dilni në balkona, jashtë ku jeni, apo i shihni yjet, apo nuk e shihni yllin, aty janë yjet, edhe nëse është e mbuluar me re, aty është qielli nuk lëviz, pra re't shkojnë e vinë, por qielli është aty, sido që t'jetë, shihni një yll apo çado dhe shprehni atë që ju dëshironi. Unë ju ndihmoj në këtë rast me 3 mantra. E para është që unë jam e lidhur me të gjithë jetën kudo. Pra që do të thotë ju jeni gjithçka dhe e tërë dhe e pranoni që jeni të lidhur në këtë jetë. Pra unë jam i lidhur me të gjithë jetën kudo. Tjetër, unë e dua miqësinë time dhe miqësia ime më do mua, dhe e treta është tani ëndrat e mia po manifestohen me hirin ynor dhe me qartësi në mënyrë të përsosur. Ndërkohë, nga ana e numerologjisë ka të bëjë me numrin 11. Numri 11 është numri me të vërtetë i fuqishëm dhe numri që përfaqëson ka të bëjë me njohuritë tona, me atë çfarë është e drejtë për ne, pra me vërtetësinë. Ka të bëjë me atë çfarë doni të bëni
në jetën tuaj dhe çfarë drejtimi I jepni vetes tuaj. Pra kjo ka të bëjë me atë që të dëgjoni pra intuitën tuaj, atë që ndjeni në brendësi, zemrën tuaj. Ndërkohë është një numër I cili tregon një vit të holl, pra balancim, një vit të holl midis të pasurit të gjithçkaje, pra pasurisë së gjithçkaje, por dhe humbjes së gjithçkaje. Jeta është edhe fitim, edhe humbje. Jeta shkon dorë më dorë, edhe lindje, edhe vdekje. Jeta shkon dorë më dorë, edhe në qoftë se humbët diçka, përsëri do të filloni diçka të re. Pra edhe në qoftë se ka një fund, ka dhe një fillim të ri, ashtu sikur se jeta na tregoi ne, pra ne që u lidhëm me shpirtin dhe herë ta vonë do të lidhemi që të gjithë, që ne jemi një trup multidimensionar, që jemi të lidhur me energjinë femërore, që kemi në brendësi, është kjo zemër hyjnore astrale, e cila ka dashurinë pa kushte dhe dëmshurinë, ka falënderimin, mirënjohjen për gjithçka që ka, dhe është energji magnetike, pra është energji që të rreq, është energji që vetëm dërgon mirësi, dashuri, ndërkohë është e lidhur me atë çfarë ne ndjejmë e interpretojmë me veprim, dhe në këtë rast është mendja jonë që na ndihmon ne që të komunikojmë atë që ne ndjejmë, ne e komunikojmë me fjalë, me mendime, me sjellje, dhe kjo është dhe ekuilibri midis dy energjive, pra nuk do të rrim më të fiksuar vetëm me mendjen, por edhe me shpirtin. Pra çdo gjë që ne kemi arritur deri më tani është një zhvillim I një inteligjencë të nivelit të lartë kolektiv që ne jemi si qenie njerëzore në këtë shekull jemi bërë të vetëdijshëm nga ana kolektive se çfarë po ndodh në botë. Tani jemi të ftuar që ne po lidhemi me shpirtin ton për të krijuar, sepse shenja e ujorit është për evoluimin e qenies njerëzore me qëllim që të bëhet pjesë e jetës ton, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar që të gjithë në liri, barazi, vllazëri. Mësoni që ky numër është, nëse doni ta përdorni, është me të vërtetë që ju bën edhe e shihni, ju bën që të zbuloni atë të vërtetën tuaj. Pra të lidheni në brendësi të vetes tuaj, të lidheni dhe të dëgjoni intuitën tuaj, të dëgjoni atë që keni vlerë në brendësi, dhe është numri që ju jep që të gjithëve mundësi, ju jep mundësi kur ju e arrini që të shkëputeni nga frika dhe me guxim të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja, shpresat tuaja, atë që ju pra edhe në lidhje me lullëzimin e miqësisë, sepse është zona. Ndërkohë të kuptoni që në shakrën, pra në dimensionin e tretë, është shakra e syrit të tretë. Sigurisht numri 11 ka të bëjë që ëndrat tuaja, pra ëndrat tuaja do të realizohen duke ndjerë pra në brendësi intuitën, zemrën tonë. Mësoni që të gjithë shënim, në qoftë se keni diçka në brendësi, vjen diçka që për dëshirën apo ëndrat tuaja që nuk mund ta realizoni, të jeni të sigurt që nuk manifestohet. Pra nëse se keni pra në mënyrë të fshehtë që diçka që dëshironi nuk mund të realizohet, të jeni të sigurt që nuk do të manifestohet. Pra jini të vëmendshëm. Në qoftë se ju keni dyshim për diçka dhe ndjeni që nuk e arrini, të jeni të sigurt që nuk do të arrijë, pra nuk do të manifestohet në qoftë se vjen diçka nga brenda jush. Pra do të thotë që të bëni zgjedhjen e drejtë, nuk jeni në rrugën e drejtë. Tjetër të kuptoni që shakra e syrit të tretë ka të bëjë që është porta ku ne hapim, është porta e energjisë, lidhjes me veten tonë, të lidhje me intuitën, të lidhje me mençurinë, të lidhje me paqen tonë, me mistikën. Pra është porta që na ndihmon ne pra të lidhemi me veten tonë, me intuitën tonë dhe me aftësitë tona psikike, që të gjithë jeni unik, që të gjithë ndjeni se ku ju drejton shpirti tuaj, por është që sjell paqe, mençuri dhe mistizmi, pra me mistikën na lidh. Ndërkohë që si të punoni me këtë shakër është midis dy vetullave dhe është në ngjyrë, pra nuk di si quhet në shqip, por indigo, por është në bashkimin e ngjyrës blu dhe ngjyrës së
vjollc. Pra le t'ju tregoj një foto në lidhje, më fani, shqipeni, qofse e shqipni, këto janë 7 shakrat. 7 shakrat kryesori që kemi në trup. Pra në 2 këmbët tona është shakra e kuqe, shakra rënj, pra që ne jetojmë në tokë, sa të sigurt jemi, dhe e fundit është shakra e kurorës me ngjyrë vjollc. Midis, pra është këtu, kjo shakra në ngjyrë, kjo këtu është shakra e syrit tret, pra e mençurisë, paqes së brendshme, aftësive tona, vlerës tonë, aftësive tona psikike, pra në lidhje me të panjohurën, me vërtetësinë e jetës, dhe në këtë rast imagjinojeni si një top blu që rrotullohet në kokën tuaj. Kjo është ura lidhse që na lidh me ne, midis botës, pra me qiellin dhe me tokën, ose ndryshe bota shpirtërore të mençurisë së mësimeve të vërtetësisë e universit, sepse është krijuar, është zhvilluar dhe tokës në pra botës fizike, pra si qenie fizike. Ndërkohë është shenja shakra në numrin 5, ka të bëj pra në nivelin ton të lartë, që të gjithë ju që keni arritur ka të bëj me syrin, me yllin e shpirtit. Dhe kush është shakra me numrin 8, është në ngjyrë, për një pjesë e tregoj ngjyrë roz dhe portokalli, mësoni është, më falni, ngjyrë roz dhe vjollc. Unë vetë personalisht kur e shikoj në veten time, unë e kam ngjyrën, pra ajo ngjyra jeshile dhe vjollc, pra vjen kështu i kam djerë, sigurisht me rritjen time është edhe ngjyra që vjen e verdha me ngjyrën vjollc, por që të gjithë jeni unik, pra kur shqipni ngjyra do të thotë që ju jeni lidhur me veten tuaj të lartë, dhe akoma më shumë sipas asaj që jeni edhe në këtë rast me yllin e shpirtit, që do të thotë është mbi kuror, dhe t'ju jap një foto, është mbi kuror, dhe në këtë rast shikojni, këto janë 7 shakra kryesore dhe ylli, shifeni sipër është ylli i shpirtit, që ka të bëj, që ka lidhje me karmën e paraardhësve tanë dhe të familjes tonë, dhe ku ne lidhemi dhe punojmë me yllin e shpirtit, që do të thotë ne do të shkëputemi nga e kaluara, ne do të shkëputemi nga cikli karmik i gjërave që nuk na shërben nga të parët tanë, me qëllim që të fillojmë të krijojmë bukurinë e jetës, dhe prandaj jeni këtu, dhe kjo është që ka të bëj me atë që është me numrin 8, pra 7 shakrat që i tregova, dhe ndërkohë pra 7 shakrat edhe numri 8. Mësoni që ku ne, kjo ka të bëj, ku ne lirojmë nga karma e vjetër, kjo na bën që ne të lidhemi pra me rritjen tonë shpirtërore, pra jemi rritur shpirtërisht, dhe ndërkohë edhe duke vazhduar dhe jemi të ndriçuar, dhe kjo vjen është një rrezë e bardhë në të gjithë trupin tuaj, rrezë e bardhë e ndriçme. Mësoni që për të hapur këtë shakër që të gjithë meditoni, meditimi është vetë higjiena e shpirtit, mënyrat janë nga më të ndryshme, por në këtë rast, duke ulur me veten tuaj, duke u rrotulluar mbi, pra 15-30 cm mbi kuror, pra që rrotullohet në kokën tuaj, dhe kjo ju bën që është me të vërtet ju të lirojni nga kaluara juaj për të vazhduar fillim të ri të jetës. Mësoni që ju merrni ndihmë, ne nuk kemi që mbetëm, nuk kemi vetëm në çdo hënë, në çdo temë të hënave, pra kanë temat kjo hënë e re është unë di, unë njoh, çfarë dini, çfarë njihni nga jeta juaj, dhe ka të bëj që ju ndihmojni dhe nga kryengjëlli Uriel. Kryengjëlli Uriel është vetë fjala Uriel, do të thotë drita e Zotit, rrezja, pra zjarri i Zotit. Është me të vërtet që është një kryengjëll i mençur, që na sjell në paqe të brendshme, që na lidh, na transformon, që na togëzon në 2 këmbët tona, pra ka të bëj me atë që me shpatën e tij, dhe t'ju tregoj një shembull, me shpatën e tij, shifeni, ky është kryengjëlli
për të cilën ka këtë shpata e tij është me flak, me zjarr dhe librin, pra mençuria na bën ne që me shpatën e tij, me flakën e tij të shpatës na ndihmon që të përpunojmë emocionet tona në brendësi të trupit ton, pra të vetes ton, ato që ne na sjell shpirti dhe ndërkohë na tokëzon. Pra sa më shumë ne të çlirohemi, të transformojmë këto, aq më shumë ne arrim në fuqinë ton, në kthejmë energjinë ton dhe arrim në fuqinë ton, në tokëzohemi. Mësoni që të gjithë që jeni të lirë, askush nuk ju prek lirin, mësoni që është pra kryengjëlli Uriel, unë jam me fat, unë jam Uriel, unë jam të gjitha kryengjët nga shenja e pare, dashit deri në shenjën e peshëve, I kam që të gjithë, jam krenare për këtë, por të kuptoni, unë mësoj çdo ditë, unë çfarë shikoj, sidomos në botën e jashtme, sepse unë jam e lidhur shumë me natyrën, unë nuk është se meditoj 1 minutë, kur lidhe me zemrën time, por unë meditoj me muzikë shpirtërore dhe në natyrë, unë I shoh direkt gjërat, edhe këtu ku jam duke folur me ju, unë shoh pëllumbat që fluturojnë në qiell e tjera, pra që është mesazhi im, por gjithsesi të kuptoni që edhe meditimi juaj sipas asaj që ju jeni që të gjithë unik, është I fatit dhe në këtë rast arrini të jetoni jetën me vërtetësi. Kjo është bukuria, është që ju tregon që ka dhe 1 mënyrë tjetër të jetës dhe është jeta për të jetuar me vërtetësi. Ju jeni komplet, ju jeni dashuri, ju jeni krijues, sepse ne jemi në këtë tokë për të krijuar jetën tonë. Prandaj kemi ardhur, gjithçka ekziston për mua, për ju dhe për të gjithë. Mësoni që jeni të lirë dhe në këtë rast na ndihmon që të gjejmë paqen e brendshme dhe përgjigjet në brendësi të vetes tonë, në lidhje me mësimin tuaj, mësimet shpirtërore, në lidhje me studimin tuaj për atë që ju keni vlerë, në lidhje me përpunimin e energjive të ulta emocionale që ju keni, pra ti transformoni se energjia nuk shkatërrohet, pra çfarë ne kemi kaluar është jeta jonë, por ne do ta pranojmë dhe do të njihemi me ton dhe do t'i japim mirësi, dashuri, pra I transformojmë dhe na arrim në tokëzimin ton, dhe tokëzimi ka të bëjë lidhja midis qellit dhe tokës, pra si brenda, si jashtë, si për si poshtë, dhe në këtë rast është lidhja midis botës fizike ku ne jetojmë dhe botës tonë shpirtërore. Këto shenja do t'i gjeni shënim t'ju ndihmoj në shenjën e dashit, në shenjën e virgjëreshës dhe në shenjën e bricjapit. Këto janë që do t'i gjeni nëse ju jeni dash, nëse ju jeni virgjëresh, nëse ju jeni bricjap, të jeni të sigurt që ju jeni dhe meritoni ta quani emrin dhe kryengjëll Uriel. Mësoni në lidhje me mantrën që ju ta përdorni, sigurisht që ju duke ndjekur shpirtin, ju do ta arrini të nisni kryengjëllin Uriel dhe ai ju ndihmon, ndisni një qeri dhe përdorni I dashur kryengjëll Uriel. Ju lutem ndihmoni që gjatë këtij muaji, duke punuar me rritjen e miqësisë dhe të marrëdhënieve të mia me njerëzit, që rezoloj me ndihmën tuaj dhe mësimet tuaj dhe udhëzimet tuaja të arrijë në potencialin tim, kur bëhet fjalë për pjesën për të qenë pjesë e komunitetit ku unë rezoloj. Faleminderit. Pra ju ndihmojni, këtë e bëra në këtë rast duke futur miqësinë, pra çdo lloj marrëdhënie që ju keni dhe miqësinë që ju doni të lidheni, dhe në këtë rast ju bën që ju të lidheni dhe të ndihmojni me njerëzit që ju rezoloni për të arritur atë që ju shpresoni, dëshironi dhe të vini në veten tuaj të lartë. Ndërkohë është dhe të përdorni po kështu perëndesha iris. Perëndesha iris, dhe fjala iris do të thotë lule, dhe Diana ka vënë këtë lule, jo pa qëllim, është energjia që tresh, sigurisht të kuptoni që është rrethuar me ngjyrat e ylberit, është perëndesha greke, pra në kohët e lashta mitologjin greke. Le t'ju tregoj një foto, ka të bëjë me pra më falni një minutë. Shifini foton,
Kjo është pra tempulli, pra në Greqi tempulli është shpirti on, është tempulli i shpirtit, dhe në këtë rast me ngjyra të ylberit. Ju e dini që ngjyra të ylberit, pra ylberi vetë del kur ka pak diell dhe pak shi. Në këtë rast është që ne kur lidhemi me elementin e ujit, pra në veten tonë të lartë, ne jemi të lidhur me shpirtin, pra apasapi, pavarësisht se ku ndodheni, por ju jeni duke u rritur me veten tuaj të lartë. Dhe në këtë rast është që kjo është pra lidhja e ylberit, është tregon lidhjen midis pra qiellit dhe tokës, sepse është ylberi që është lidhja. Kjo është ura lise në këtë rast me perëndeshën iris midis shpirtit, pra vetes tonë fizike, si trup fizik, por dhe shpirtit, pra ura lise e vetes tonë. Mësoni që kjo jo vetëm e perëndesës, por është edhe e në mitologjinë të perëndesës të Egjiptit. Edhe kjo perëndesh ka të bëjë me atë që na ndihmon në lidhje me amsi, në lidhje me martesën tonë, pra në lidhje me magjin, por është një perëndesh që është e lidhur me të gjithë qeniet njerëzore, pra me të gjithë, qoftë edhe ai që është i pasur, edhe i fuqishëm, edhe i pafuqishëm, edhe mëkatar, apo frikacak, apo pra ose që nuk ka fat e tjera, pra me të gjithë, gjithçka bëhet që ju ndihmon ju duke të rritur emrin e perëndeshës Iris, në këtë rast të perëndeshës greke, e cila ju bën që ju ndihmon ju që të rriteni nga ana, nëse ju dëshironi se askush nuk e pret, të rriteni nga ana horizontet tuaja, dhe po kështu edhe në lidhje me komunikimin tuaj. Dhe në këtë rast, pra të rriteni shpirtërisht, të ngjiteni, të ndriçoheni, të lidheni me dritën, me energjitë e manifestimit, të frekuencave të larta të dritës, të dashurisë të bollokut, në qoftë se ju vazhdoni të ndiqni rrugën e shpirtit, dhe në këtë rast rrisni emrin e perëndeshës Iris, ndisni një qiri dhe fillo. E dashur perëndesha Iris, pra mantra, ju lutem dëgjoni lutjet e mia, me bekimet tuaja të më sillni rritjet e energjisë, të më mbushni shpirtin me energji, me shërim, ashtu sikurse dhe me ylberin tuaj, që është mesazhi ynor i vërtetësisë së jetës, për të ndriçuar dritë dhe dashuri në tokë. Siç dua unë, kështu qoftë. Faleminderit. Pra përdoreni këtë gjatë gjithë muaj derisa të vijë e re në peshqit. Duke vepruar në këtë mënyrë, ju pra çdo mbrëmje ose dhe në mëngjes, dilni në balkon, në dritare, shifni yllin, edhe nëse nuk i shifni, edhe që nuk e pat në ajo aty është, pra dhe përdoreni këto mantra. Ndërkohë ligji i universit ka të bëjë me ligjin e ritmit. Ky ligj tregon që sipërfaqja e tokës mëm ku ne jetojmë është në vartësi dhe drejtohet në ritëm të caktuar. Dhe ju i dini 4 stinët. Ju i dini që janë 8 fazat e nënësan. Ju i dini që ka të bëj me baticën. Ju e dini që është ecën me menstruane, ciklin e menstruacioneve femrore, po kështu edhe me zhvillimin dhe ndryshimin e ciklive tona 9 vjeçare, ashtu sikurse edhe 7 vjeçare, se 7 vjeçare është misioni i shpirtit ton, pra ne rritemi 0-7, 7-14, por edhe me vitin personal, që do të thotë 9 vjeçar, 1 deri në 9, 9, 18 me radhë, pra kështu rritemi. Pra fëmijë, jemi puber, adolescencë e parë, adolescencë e dytë, adolescencë e tretë, që është deri në moshën 28 vjeç, dhe më pas ne fillojmë në një fazë të re të rritjes tonë, për të cilën ne rritemi shpirtërisht, sepse shpirti ka ardhur me ritmin e ne jemi krijuar nga krijesa, të ndihmojmë, bebi ndihmojmë, të mësojmë, pra krijojmë eksperiencën e jetës tonë, dhe ndërkohë edhe të krijojmë. Pavarësisht se si kemi kaluar, tani ju jeni në këto dhe po merrni këtë mësime dhe në këtë të mësojni dhe me ligjin e ritmit. Çfarë do të thotë ritmi
ligji universal I ritmit, ka të bëj me këtë që ne të kuptojmë në veten tonë, të jemi të vëmendshëm që kur ne ndjehemi për shembull në lidhje me pa humor, kur ne ndjehemi që ndjenjat tona nuk janë ashtu si ne të ndjehemi mirë, pra ndjehemi të pakënaqur ose në konflikte të tjera. Pra ne duhet jemi të vëmendshëm, pra edhe në këtë rast të lidhemi me veten tonë dhe të kuptojmë që kjo është që ne zhvillohemi dhe mësoni që duke arritur, duke kuptuar, sidomos kjo ka të bëj shumë me ligjin e njohjes astrologjisë, sepse është me të vërtetë sidomos të paraardhësve tanë dhe deri në tani, pra në lidhje me kombinimin diell, hën edhe planete, sepse ne jemi të varur, ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, dhe në këtë rast është e drejtuar nga mjeshtat hermetik, ose themeluesi I astrologjisë është quhet Hermes dhe prandaj ka marrë emrin e mjeshtave hermetik sepse marrin mësimet e paraardhësve tanë, të mençurisë së tyre, dhe në këtë rast është që na ndihmon ne që të zotërojmë, pra duke ecur me ritmin e jetës, të zotërojmë emocionet tona, të zotërojmë gjithçka që ne nuk na shërben dhe në lidhje me pse ndjehemi, pra si ne ndjehemi apo pa humor, pra gjithçka në veten tonë, duke pranuar si ndryshojnë stinët, ndryshojnë ne, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojnë ne, si ndryshojmë, si rritemi ne, pra pas hapi nga fëmijë deri ne kemi ndryshime, por tani ne I mësojmë me vërtetësinë e bukurisë së jetës, së lidhjes, jo vetëm me impulset e egos, pra në të njashëm, por edhe me brendësinë e shpirtit, sepse në zemrën tonë është misioni dhe drejtimi I jetës. Dhe kjo është që ne ndihmohemi, dhe së fundi për të gjithë ju është rrezja qiellore. Rrezja qiellore ka të bëjë me numrin 11 dhe në këtë rast është rozë dhe portokalli për një pjesë, për mua është jeshile dhe portokalli. Jeshilja është që unë jam lidhur me zemrën time, me flakën. Sigurisht kjo është për të gjithë unike dhe e dini ju se si e ndjeni në brendësi, sidomos kur ju jeni të hapur për të ndihmuar në evoluimin e qenies njerëzore, pra jeni praktik për një bukuri të jetës me vërtetësi dhe ju ndihmoni me dashuri pa kushte dhe si alkimist, si altruist, sepse jeni gjithsesi ka të bëj është që udhëhiqet nga mençuria femërore, kuan yin, pra energjia femërore, që na drejton shpirti, që na drejton kjo energji magnetike, energji tërrejse, energji krijuese, me dashuri pa kushte, dhe ndërkohë është që në mbikëqyrjen e rrezës 1, rrezës 2 dhe rrezës 5. Në qoftë se do t'i mblidhni në numerologji jep numri 8. Numri 8 ju e dini është numri I karmës dhe numri I bollokut. Dhe në këtë rast kur ju jeni të lidhur me yllin e shpirtit që u tregova në dimensionin e 5, pra në veten tuaj të lartë, mbi kurorën, pra jo vetëm me 7 chakra që është hapja e zemrës, por edhe lidhja me zemrën tuaj. Në këtë rast jeni në rrezën qiellore me numër 11, pra manifestimi I vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar. Ndërkohë është numri 1 është që përfaqëson, është me rrezet të kuqe dhe është fillimi I ri për ju, guximin, me besim, pra në dy këmbët tuaja në tokën më për të krijuar atë që ju ndërroni. Numri 2 është rrezja blu, pra ju po manifestoni me rritjen tuaj shpirtërore, misionin e shpirtit tuaj në harmoni, në balancë, dhe kjo është rrezja blu, është dashuria blu, dashuria pa kushte, është dashuria e Zotit që na do që të gjithëve pa kushte, dhe në këtë rast është rritja juaj shpirtërore, ashtu si kushte dhe rrezja 5 që ka të bëj me atë që është ligji shkakut dhe I qëllimit, pra I pasojës, pra që të gjithë në këtë rast është që ka të bëj me rritjen tonë, gjitjen tonë dhe me rritjen tonë shpirtërore. Pra ne shkëputemi nga çdo gjë, nga karma I vjetër, duke shkëputur nga I kaluara, pa I gjykuar, pa I kritikuar, dhe duke u rritur me ngjitjen tonë, me veten tonë të pastër, pra një fillim të ri, duke jetuar me vërtetësinë e jetës. Kjo
kjo është që është rrezja për të cilën e na bashkon në një harmoni midis dy energjive, midis ndoshta për një pjesë me flakën tuaj, me zemrën tuaj, pra bashkojnë dy zemrat, pra flaka juaj, dhe në këtë rast është jeni të lidhur me Zotin, me fuqinë e përjetësisë, me fuqinë e pafundshme të krijimit të jetës tonë, dhe në këtë rast edhe me mençurinë e jetës. Pra shpirti na drejton, dhe shpirti është hap pas hapi vetëm në rritje, vetëm në ndryshim, sepse kështu është universi. Universi është në çdo sekond zhvillim, ndryshim. Kujtoni dhe mani mand, ne do të kalojmë nga errësira në dritë, nga drita në errësirë, errësirë dritë. Ky është zhvillimi i jetës tonë. Dhe si ta jap një shembull, kujtoni një nën bashkë me dikë, sepse është energjia, pra mashkull femër, bashkohet, krijon sperma e tyre, pra seksi krijon, e ka krijuar krijesa, krijon pra në embrionin e tyre krijojnë në brendësi të shpirtit fëmijën, dhe ky fëmijë kërkon hap pas hapi, zhvillohet në brendësi të trupit të nënës, vjen dhe zemra, dhe duke u rritur mbas 9 muajsh, pra kjo është zhvillimi i jetës. Në errësirë shef dritë në tunelin e nënës, dhe ku e shef? Ju e dini ku del fëmia në organet gjinitale të nënës, pra do të dalin në tokë. Kjo është bukuria e jetës. Ka lindje, ka dhe vdekje. Pra fëmia ishte në errësirë, del në dritë në tokë. Rritet, por gjatë të rritjes, sigurisht do të kaloj, pra ka është ligji i shkakut pasojës, ka gjëra që ndodhin, sepse universi është në zhvillim, energjitë bashkëpunojnë dhe sjellin gjërat, dhe kjo është rritja jonë, është gjithmonë nga drita në errësirë, nga errësira në dritë, dhe kështu vazhdon. Ajo që sot është errësirë do dalin në dritë, nesër kur mos jemi ne mund të jetë drita e saj, do të bëhet errësirë e merat. Pra ky është zhvillimi infinitiv i botës universit ton, i Zotit të Madh, dhe kjo është që ne do të lidhemi me magjinë e pastër të gjithçkaje në qiell dhe në tokë, që është krijuar nga perfeksionizmi i plot fuqisë synore. Dhe me mua mirupafshin deri në video tjetër. Faleminderit.